Pasha Zoti gruaja e mirë disponon. Vallahi. Gruaja e mirë disponon. Krej nervoze të hek. Qaj gruaja e mirë, e cila burri marrë me nervozën e dynjas, kur vjet e shtëpia. Krej nervoze të hek gruaja. Qaj gruaja. Vend kundërtën. Tash me keq me thonë, por është realitet, gruaja e keqe është ajo e cila burri marr më lumtur në dynjat, apo ditër më të lumtur në pas, se të hyn te shtëpia, gruaja janë nxin jetën. Pasha Zotë, nuk kanë rregull ajo punë, nuk kanë rregull. Gruaja dohet të bëj faktor këç që burrit me largu stresin, me relaksu, me disponu. La ilaha illallah, mesele madhe gruaja e mirë. Zatën ka ardhur në hadith që gruaja e mirë është ajo që kur e sheh, veç kur e sheh, të disponon. Kur e urdhëron, menherë shpejton për me ta kry urdhër. Kur e lënë në shtëpi, ta harun shtëpinë pasuni. Që është emre e salja gruaja. Krej nervozet e heku. I ka vu veti mision me bot lumtur qatë borë dhe në përmjet qëti misioni me fitu gjenit. Gruaja e tillë nuk bjen par burë. Ja, nuk bjen deri t'jen burë. E që është e pret, burën, e rahatan, me hangre, me pije, nëse është umte, ku të djune, ka pa faljacine, tani me ra me burë bashkë. Gruaja e tillë, që na e vërtet që do të më dhanë drejta motrave me fol për lirit e tyne, tjere, po, nga i kanë që ka shkel drejtat një kohë gjatë nanave tona e tjere. Por edhe nanën tjetër, ne do të punojmë, të edukojmë bijat tona, që martesën mos ta marrin thjesht nevojë, plotësim i një nevojës, një qëllim i jetës për me kriju familje tjere, shumë sene që dihen, por më shumë se sa kaq. Gruaja e cila është e këtij rangut, pasha Zot, qaj burr mi pas të lashët e dynjas jashtë, të lashët e dynjas mi pas jashtë, kur vjen të shtëpia, sikur vjen pej minire, i plahnosun, o bo pej plahnit, pej thëngjillit, dhe hene bën një tush e del tjetër. Qashtu i lën ngarkesat, stresin jashtë, edhe qetësa gruaja. Tash çiftja e tillë, ajo e bën burrin tamam mushkëri për te. Edhe me pas ndërmend burri, e me pas nevojë, e me pas ndërmend, jo një, edhe 3 tjera me marr, veç për hatër, mos m'ja prik sa i qefin, do të korr për jetë. Veç për hatër, mos m'ja prik sa i qefin, do të korr për jetë. Gjëna për Allahut, këta me hidhru se kjo me la që ma ka që i madhë të zëtë. E vërtet është e thjesht me prit burrin, e thjesht është, po ka manat madhe të burrin, sepse për vlerësën shumë burrin. Zotë e kalon, gruaja shumë më ndikan të burrin. Për ata Allah ka qujtë seken, me banu, në atë kuptimin figurativ, me o qëtësu, pra shpirti qëtësën, të pëshën të gruaja, që asë pëshën kërkon, ama të gruaja që ka sifatet mira. Se gruaja që të hësht janis të mshët deres, e të pesket, e të bërtet, e të ankohet, thu qahirda, të fejna për që ke kukesh, jo pasha Zotë.